Sot u lëshua nga spitali 34 vjeçarja e cila para disa ditësh u diagnostifikua me tumor në zemër. Kur u diagnostifikua me tumor, pacientja ishte në muajin e 9 të shtatzanisë. Tumori u zbulua gjatë një kontrolli në klinikën Axhibadem Sistina. Ekipi i ginekologjisë këtij spitali njoftoi se në fillim kanë bërë lindjen e fëmijës, kanë shpëtuar foshnjën dhe më pas edhe një operacion për heqjen e tumorit nga atriumi i majt i zemrës. Nëna dhe foshnja janë në gjendje stabile, njoftojnë doktorët e kësaj klinike. Shtatzana 34 vjeçare nga Shkupi e diagnostifikuar me tumor në zemër ka shpëtuar. Zonja ishte në muajin e 9 të shtatzanisë. Tumori u zbulua nga mjekët e spitalit Axhibadem Sistina para disa ditësh gjatë një kontrolli rutinor, pasi pacientja në fjalë u ankua se ka probleme me frymarrjen. Ekipi i kardiologjisë, ginekologjisë dhe pediatrisë nga Spitali Klinik Axhibadem Sistina ka kryer 2 operacione tek gruaja shtatzën. Ata kanë arritur që ta shpëtojnë foshnjën përmes prerjes cezariane. Pas kësaj, doktorët arritën që të heqin dhe tumorin nga zemra e 34 vjeçares. Siç thot doktori Aleksandr Nikolić, vetëm pas ditës së 5 pacientja ishte në gjendje të shkojë në shtëpi. Gjatë operacionit diagnostifikuam një tumor të madh në atriumin e majt. Duhet të bënim vlerësim të atriumit të majt dhe pjesës më të madhe të atriumit të djathtë. Pastaj bëm operacion të ndërlikuar në atriumin e majt dhe të djathtë. Si rezultat kemi gruan e cila me foshnjën e saj në ditën e 5 pas operacionit shkon në shtëpi. Pas operacionit të suksesshëm edhe foshnja është në gjendje stabile, njoftojnë doktorët. Sipas pediatrit Antonio Hristovski, foshnja e sapo lindur nuk ka patur nevojë për terapi dhe pesha e saj tani është 2800 gram. Foshnja u lind të premte në mëngjes me datë 14 dhjetor. Gjatë tërë kohës ishte në gjendje stabile, pa asnjë terapi, vetëm me të ushqyer. Lindi me peshë 2900 gram dhe lindi në kohë. Sot foshnja shkon në gjendje stabile me peshë 2800 gram. 34 vjeçaria e lindi foshnjën në javën e 37 të shtatzanisë dhe nga klinika njoftojnë se foshnja nuk ka patur nevojë të qëndrojë në inkubator. Ekipi i ginekologjisë njoftojnë se në fillim ka bërë lindjen e fëmijës, kështu që pastaj foshnja nuk ka qenë në anestezion. Sipas tyre, nëse kjo nuk do të ishte bërë, pasojat mund të kishin qenë fatale. Një tumor në atrium të zemrës është një smundje shumë e rrallë. Në ekipin e Axhibadem Sistina, ata thonë se janë krenarë që në këtë mënyrë shpëtuan jetën e nënës së re dhe të foshnjës.